Një ish pjesëtar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Avni Qenaj, u arrestua të martën nga Serbia. E gjithë kjo ndodhi kur Qenaj u ndalua në kufet derisa po thonte drejt Bosnjës, ku ka punën dhe jetën e tij. I njëjti ishte pjesë e brigadës 138 Agim Ramadani në Koshare. Qenaj aktualisht ndodhet në paraburgim në mas ndalimi 48 orësh, ndërsa ndaj tij pritet të dorëzohet një kallëzim penal në prokurorinë kompetente. Lidhur me arrestimin ka folur kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së OÇK-s, Hysni Gucati. Ai tha se informacionet e vetme që posedon është se Avni Qenaj po thonte drejt Bosnjës dhe Hercegovinës, pasi sipas Gucatit atje kishte furrën. E ky nuk është rasti vetëm ku shteti serb arreston persona nga Kosova. Në qershor të këtij viti, ky shtet kishte arrestuar ish pjesëtarin e njësisë speciale të policisë së Kosovës, Armnar Spahion. Ai u lirua me 22 nëntor nga paraburgimi në Serbi dhe u kthye në shtëpinë në Kosovë.